Ai ishte I zellshëm, natën edhe ditën o ju vëllezër, va mësonte njerëzve fen dhe sheriatin e Allahu subhanahu wa taala. I thirrte njerëzit në fenë e Zotit, I nxiti ata për në rrugën e xhenetit, va tërheqte vërejtjen atyre pe zjarrit të xhenemit. Allahun te bareke wa taala falenderojmë, atë gjelle wa ala madhërojmë, për Allahun te bareke wa taala në sejdë dhe në rukubim. E falenderojmë Allahun te bareke wa taala, ashtu siç e falenderoi ai veten e tij në fillimin e librit kur tha elhamdulillah. Elhamdulillahi rabbil alamin. Gjitha llojet e falënderimeve dhe lavdatave dhe mirënjohjeve janë vetëm për Allahun, sa ai është Zoti I botrave. E falenderojmë Allahun te bareke wa taala, ashtu siç është meritor ai që të falenderohet dhe të madhërohet te bareke wa taala. Dhe wallahi billahi nuk ka hyr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën kur hypi në këtë hutbe dhe nuk janë ngrit këto shkalla atë ditë kur janë ngrit, vetëm që të falenderohet dhe të madhërohet emri I madh I Allahu te bareke wa taala. Paqja dhe mëshira e Zotit xhelle wala të gjitha qofshin për pejgamberin ton të dashur Muhammedin, të birin të Abdullahi salawatu rabbi wa salamu alej. O ju vëllezër, lagni gjuhët e juja me salat dhe selame për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke thënë Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Paqja dhe mëshira Allahu xhelle wala të gjitha qofshin edhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. O ju robër të Allahut, Muhammedin e ka lavdëruar Allahu te bareke wa taala dhe mjafton lavdata e Zotit për Muhammedin. Allahu xhelle wa ala e lavdëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me moralin e lartë dhe butësinë që e kishte ai sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhelle wa ala wa innaka la ala khuluqin azim. Dhe me të vërtetë ty o Muhammed, pra Allahu xhelle wa ala po e vërteton dhe mjafton vërtetimi Allahu xhelle wa ala dhe me të vërtetë ty o Muhammed la ala khuluqin azim, je në një shkallë të lartë të moralit. Po ju robërit e Zotit xhelle wa ala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bile dhe na ka tregu se një prej qëllimeve dhe synimeve më të larta të ardhjes së tij në mesin e njerëzve është që të përsosën moralin e lartë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Mua më ka dërguar Allahu xhelle wa ala që të përsos moralin e lartë. Pra për qëllimeve që ka marrë në mesin e njerëzve, për qëllimeve që Allahu xhelle wa ala më ka dërguar është që të përsos moralin tek njerëzit. Fillimisht moralin e tyre me Allahun te bareke wa taala, pastaj moralin dhe sjelljen e ndërsjellë që e kanë njerëzit. O ju robër të Allahut, e për atyre moraleve të larta që e ka lavdëruar Allahu xhelle xhelalu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në librin e tij është mëshira. Mëshiro ju vëllezër që nuk ka njohur historia e njerëzimit nga fillimi dhe deri tek I fundit. Njeri më të mëshirshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Bile wallahi, në qoftë se më kishte thënë dikush përshkruaje Muhamedin, do të kisha thënë ar-rahmatul muhda, mëshira e dërguar prej anës së Allahu xhelle wa ala. Allahu te bareke wa taala thot në Kur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. O Muhammed, ne nuk të dërguam ty vetëm mëshirë për mbar botrat. Allahu ekber. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mëshira e njerëzimit. Ai është mëshira e botës të xhinëve. Ai është mëshira e botës të melekëve. Ai është mëshira e botës të kafshëve, të shtazëve. I lartësuar qoftë Allahu që e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allahu xhelle wa ala thot në Kur'an, Allahu te bareke wa taala thot azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Me të vërtet ne e dërguam Muhammedin. Ai mbërzitet kur mbërziteni ju. Ai mbërzitet për borxhet e juaja. Ai mbërziteshte për hallet e sahabëve. O ju robër të Allahut, vinte ndonjëherë në njëri prej sahabëve dhe ja ankonte borxhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radhiyallahu anha, gjithë natën nuk e zënte gjumi pejgamberin
sallallahu alaihi wasallam, duke mendu si t'ja bëj çare me filani be t'ja pagoj borxhin, edhe t'ja largoj hallet edhe dertet. Vinte një grua tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkonte ndihmë, e kapte pejgamberi, Allahu për dorë dhe este në përsokaqet e Medinës, vetëm se t'ja largon hallet edhe borxhet edhe dertet asaj. I lartësuar qoftë Allahu për këtë pejgamber që na ka dërguar. Harisun aleikum, ai ishte i zellshëm, natën edhe ditën o ju vëllezër, va mësonte njerëzve fen dhe sheriatin e Allahu subhanahu wa taala. I thirrte njerëzit në fenë e Zotit, i nxiti ata për në rrugën e xhenetit, va tërheqte vërejtjen atyre pe zjarrit të xhenemit. Vazhdon Allahu xhallahu ala duke fol për cilësitë e Muhamedit dhe thot bil mu'minin raufur rahim, kurse për besimtarët ai ishte i dhëmshëm, ai ishte i mëshirshëm sallallahu alaihi wasallam. O ummeti Muhamedit, o ndjekësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dijeni se cilësia me të cilën cilësoheshte pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte mëshira e ndërsjellët. Ku jemi ne që falemi në safin e parë dhe të dytë? Ku jemi ne që pretendojmë ndjekjen e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ku është mëshira me prindërit tan? Ku është mëshira me gratë? Ku është mëshira me fëmijët? Ku është mëshira me koqiun? Jo vallahi, nuk ishte i mbrolur Muhamedi i biri Abdullahi sallallahu rabbi wasalamu alaihi. O ju robër të Allahut, a ishte i mëshirshëm me fëmijët. Thot Enesi radiallahu anhu, ndodhte shpesh herë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të hynte në namaz dhe e mbante në krah Umamete binti Zeynep, Umamen pra vajzën e Zeynebit apo mbesën e tij, dhe faleshte me të në namaz, kur binte në ruku dhe në sejdë e vendoste para vetes së tij. Tregohet të ju vëllezër gjithashtu që ndodhte ndonjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ishte duke mbajt hutben e xumas, kur ja në moment kaj pragu i xhamis, ke dera xhamis, inte Hasani apo Huseini, njëri pe nipërve të tij. O vëllezërit e mi, e ndalte hutben, zbritte pe shkallave, shkonte dhe e puthte Hasanin apo Huseinin radiallahu ta'ala anhum. Ky është pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. E në një ditë prej ditëve, njëri prej sahabëve radiallahu ta'ala anhum i tha: "Oj dërguari i Allahut, mu Allahu xhallahu ala mi ka falë 10 djem, asnjëherë nuk i kam puth ata." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "E çka të bëj unë që Allahu e ka ngrit mëshirën prej zemrës tënde?" Tregon Fatimia radiallahu anha, pra mbesa, më falni, Fatimia bie pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çdo ditë vinte dhe më vizitonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nga pragu i shtëpisë, kur e dëgjonte Hasani dhe Huseini ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i haronin lodrat dhe lojrat e tyre, dilnin dhe e përqafonin gjyshin e tyre Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte: "Ejne Luka, ibn Luka", pra ku është Luka? E thonte në një formë për këdhelëse alaihi salatu wassalam. Mëshira e mbar njerëzimit, ashtu e cilësoi Allahu xhallahu ala, ishte i mëshirshëm o ju vëllezër me të dobtit e umetit të tij, me fukarat dhe me robërit e shërbetorët. Thotë Enesi radiallahu ta'ala an, 10 vite e shërbeva pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, amambre një ditë nuk më tha uf, dhe asnjëherë nuk më tha për një punë që nuk e bëra, pse se bëre, apo për një punë që e bëra, pse e bëre. Pra asnjëherë nuk më qortoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi o ju vëllezërit e mi, për të cilin thash sa herë që përmendet emri i tij, ndërlidhet mëshira dhe rahmeti, se kështu e cilësoi dhe etiketoi Zoti i botrave xhallahu ala. Ishte i mëshirshëm edhe me kafshët edhe me shtazët. Në një ditë prej ditëve, hyri i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në kopshtin e njërit prej ensarive, pa banorëve të Medinës. Kur jam brenda në kopsht e pa një deve e cila po qante, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men rabbu hadha al-jamal", kush është zotëriu i kësaj deveje? Ai ansariu tha: "Unë ja Rasulallah." Tha: "A nuk e ke frikë Allahun xhallahu ala dhe përgjegjësinë para Allahu subhanahu wa taala që kjo devja erdhi dhe u ankua tek unë, se ti e lash atë të uritur edhe lodhish dhe mundoj shumë." La ilaha illallah. O ju robërt Allah, ky është Islami dhe madhështia e tij, larg çdo terrorizmi, larg çdo etiketimi që etiketojnë të tjerët, por Islami është i ngritur mbi atë mbi të cilën u ngrit Muhamedi i biri Abdullahit
çoni salavat dhe selame duke thënë Allahumme salli wa sallim ala rasulillah. E thot Enesi radiallahu ta'ala anhu, derisa një ditë ishim të ulur me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ja I pam dy zogj të vegjël dhe nënën e tyre. Ne e morëm njërin prej zogjve dhe ishim duke lujt, kurse nëna e saj porropatte me krahët e saj, ne nuk e vërejtëm një gjë të tillë, diçka. Derisa erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pa nënën e këtyre dy zogjve të vegjël duke I rapat krahët e saj dhe tha: "Men faja'a hada bi waladiha." Kush e trazoi kët me fëmijët e saj? Ruddu ilaiha waladaha. Kthejani asaj fëmijë dhe mos e trazoni ato. Allahu akbar. Çfarë rahmeti dhe mëshire o ju vëllezërit e mi, që pas ka vendosi madhi Allah te bareke ve teala në zemrën dhe në gjoksin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ej vëllezërit e mi, ej burrat e ummetit e Islamit, o ju pasues të Muhamedit, nipit të Adnanit, dijeni se ai ishte I dëmshirshëm edhe me gruan e tij. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, asnjëherë nuk lishoi dorë pejgamberi Allahut në gruan e tij. Vinte në sabat dhe thonte: "O Aisha, nëna e besimtarëve", pra në mëngjesin e hershëm, "a ke përgatitur në një ushqim?" Ajo I thonte: "Po, I dërguari Allahut", dhe hante pejgamberi Zotit. Të nesërmen vinte I dërguari Allahut dhe thonte: "O Aisha, nëna e besimtarëve, sot a ke përgatitur një ushqim?" Tha: "Jo, ja Rasulullah." Tha: "Të vazhdoj ta agjeroj." Një herë besi nuk tha: "Po pse be nuk e ke përgatitur ushqimin? Po pse besi me thanë sot I ke fut shumë krip ushqimit e të ngjashme si ajo që ne I bëjmë jo vëllezër?" Thot Aisha radiallahu anha, kur e pyetnin çka bënte I dërguari Allahu në shtëpi, tha: "Ishte njëri I thjesht, ai lunte me fëmijët, ai u ndihmonte familjarëve, gruas edhe fëmijëve të tij. Mirë, po kur vinte koha e ezanit, bënte sikur nuk e njeh asnjërin, I përgjigjese thirrjes të Allahut të Madh te bareke ve teala." Elus Allahu xhellahu ala që të dërgon salavat dhe selame për Muhamedin, krijesën më të mëshirshme të Rabbul Alaminit te bareke ve teala. O ju vëllezërit e mi, kush e ndjekën Muhamedin, do të fiton mëshirën e Allahu xhellahu ala në dunja dhe në ahiret. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil. O ju vëllezërit e mi, në një prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam tha: "Irhamu man fil ard, yerhamkum man fis sama." Mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiron ai I cili është në qiell. Allahu akbar. Pra Islami o ju vëllezërit e mi, mos mendojmë se është vetëm xhami, vetëm përmirësimi I raporteve mes nesh dhe Allahu xhallahu ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se prej shkaqeve që të fitojmë mëshirën dhe rahmetin e Allahu xhallahu ala, mëshironi krijesat e Zotit të Madh xhallahu ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o ju vëllezër, jo që ishte I mëshirshëm vetëm me shokët e tij, me familjarët e tij, me shërbetorët dhe robërit e tij, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte I mëshirshëm edhe me pabesimtarët dhe qafirët. Edhe një jehudi që I fut një ditë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I tha: "O Muhammed, pagoje borxhin, se ju arabët jeni mësuar mos pagoni borxhet." E Omeri ibn Khattabi e mbante dorën në shpatë dhe tha: "O I dërguari Allahu, një fjalë jotja ja je kokën këtij njeriu." Pra kush është ky që ti ta kërcënon pejgamberin e Zotit? Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Qetësoj o Omer dhe shko tek pasuria muslimanëve, merri 20 dinarët asaj kohe që ja kemi borxh këtij jehudi dhe pagoja atë, dhe shtoja edhe 20 dinar të tjera që ti e trembe dhe e frigove atë." Dhe derisa Omer ibn Khattabi po del nga xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ja po e dëgjon çifutin duke thënë: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden rasulullah." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha: "E ç'të shtyri o filan që të pranosh shahadetin pra të ish në Islam?" Tha: "O Muhammed, unë kam lexuar Teuratin, në të cilin tregohet se do të vijë pejgamberi I fundit dhe prej cilësive të atij njeriut është se sa më I ashtë për të bëhesh me të, aq më I buta I bëhet me ty. La ilaha illallah." Dhe unë të gjitha cilësitë të cilat jenë përmend për pejgamberin e fundit në Teurat I kisha pa tek ty. Kishte mbetë vetëm kjo cilësi o Muhammed, andaj unë e shfaqja ashpërsinë, kurse ti e shfaqe me mua butësinë. La ilaha illallah, dhe pranoi Islamin. O ju vëllezër, tregohet se ishte një jehudi që I fut djalosh kojshim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I cili për çdo ditë ja hudhte mbeturina tek pragu I derës pejgamberit të Allahut. As që e qortoi pejgamberi, as që shkoi një ditë ta truket tek dera dhe ti thot: "Or jehudi, or çifut, po ju të këtill jeni, ju kjo është cilësia juaj."
Po në një ditë prej ditëve, nuk e pa pastërtin tek pragu i derës dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush filani? I than, ja Rasulullah, ai është në agoninë e vdekjes. Pejgamberi Allahut i thotë Enesit, ajde me të shpejt, shkojmë tek shtëpia e atij jehudit, djaloshi Çifut. Dhe u afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te koka e tij dhe i tha filan. Thuaj la ilaha illallah. Thuaj la ilaha illallah. Ai e pa babain e tij. Kur babai i tij tha ati' Abul Qasim, bindju Abu Qasimit, pra thoshe adetin dhe e tha ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammedar Rasulullah, thotë Enesi ju ndriçu fytyra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe duke dal nga shtëpia e tij Çifuti tha elhamdulillah që Allahu më bëri shkak të shpëtoj një njeri prej zjarrit të xhenemit. O jo vëllezërit e mi, mesazhi që dëshiroj vallahu ta paraqes para jush, ky është Islami. Kështu paraqiteni Islamin, kështu reklamoheni dhe proklamoheni këtë din, se wallahi Islami është ngritur mbi mëshirën dhe rahmetin. Në qoftë se në gjoksat tona nuk ka mëshirë dhe rahmet, wallahi këmba jone nuk ka vend në Islam dhe në iman. Allahu na ruaj ya rabbel alamin. O ju që pretendoni sunetin e Rasulullahit, pretendojmë ndjekjen e rrugës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I këtill ishte pejgamberi Allahut, nuk shante, nuk ofendonte, nuk ngrite zanin, ishte i butë, thot Xherir ibn Abdillah, çdo herë kur e shihja pejgamberin e shihja të buzëqeshur, ama mbe një herë nuk e pash të mbrolur pejgamberin e Allahut. Një herë u mbroli i dërguari i Allahut e qortoi Allahu prej shtaqieve kur tha abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Umbrole o Muhammed, s'doshte të mbrolesh. Nuk doshte të mbrolesh. Në qoftë se vërtet ne jemi i thirrës për në fenë e Allahut, mbartës dhe i thartë të Islamit dhe imanit, nuk ka vend në këtë Islam për mbrolje. Zoti na ruaj dhe na udhëzoft ya rabbel alamin, që fatkeqësisht ndonjëherë njerëzit largohen prej Islamit për shkak të veprimtarive tona, për shkak të mbroljes tonë, për shkak të sjelljeve tona, për shkak të përgojimit, të shpyfjes, të ngjashme si ajo, të mosdrejtësisë në tregti, në sjellje. Allahu na ruaj ya rabbel alamin. Por dijeni ju vëllezërit e mi se Islami është i pastër nga çdo veprimtari e këtij hoxhe i cili kur punon edhe vepron gabon. Islami është i pagabueshëm, andaj le ta merr çdo njeri prej nesh mizan dhe peshojë në jetë atë që ka thënë Allahu dhe që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.